E po antikrishti si do vi, si mos te? Dëgjo, antikrishtin po ta lërë Zoti i Madh do vi, po se laj nuk do vi. Ja sepse kam besim unë. Ja pse kam besim. Kam besim për arsye se njeriu është krijesë e Zotit. Dhe Zoti nuk është i paftë që 100% një antikrist ose një fllëqësi Zoti është formulë absolute. Po ku beson që është antikrishti tani për momentin? Askush nuk e di. Kur të dalë, do dalë. Se flitet që... Se thuhet që do lind dhe do dalë në publik në moshën 33 vjeç. Kështu thuhet. Të paktën ortodoksët në Greqi kështu thoshin. Nuk e di sa është e vërtet. Ortodoksët janë shqiptar. Na kanë ngosht. Na kanë vjedhur historinë, atë do të duash po. Histori. Unë e di kur vjen Kiameti. Unë e di. Të tërë udhëheqjet e revolucionit grek. Bubulina, Karaiskaqi, Miauli, Kolokotroni, që të gjithë janë shqiptarë. Pa përjashtim, janë sullo. Për fond, Bumbus, se jemi në minutat fundit. Pse mendon që e kanë vrarë Kastrat Miftaraj? Pse nuk mendon që është vetë vrarë? Foli shumë. Nuk është për të bërë. E kanë vrarë. Po foli shumë. Kush e ka vrarë? Nuk e di. Foli shumë. Pse thu shpesh herë shkoni më në pyetje nonën e tij? Se nëna e tij tha ma kanë vrarë djalin tha. Po nga kush? Nuk e di. Ti mos më pyet mos se jam prokurori asetusi. Po dhe pa, i thonë që është hidhur prej banesës. Jo zotëri. E jema nuk thashu. Dhe si gazetar që je, i ke të tëra mundësi të shkosh ti bësh një intervistë asaj nënës së Kastrat Miftar. Në Tiranë jeton. Shko takoj dhe thuaj si ishte vërteta, do ta mësosh të vërtetën prej saj. Të vërtetën do të thënë dyshime çka ajo. A më ndihmon për kontakt soi? Unë nuk e njoh se nuk e di as pinës këtu, vetëm që kam lexuar në media. Deklaratat e saj. Këto i kam dëgjuar dhe është e vërtetë. Pse foli shumë rreth fejes apo rreth politikës? Ndiqi çfarë ka thënë Kastrat Miftaraj. E kom ndjek pak a shumë, ka pas Jo, si ke ndjekur, jo. Moska në emision. Kastrat Miftar, ajo që thotë ju flet Moska. Gavarit Moskva, që thot emisionin. Merri shikoj. Ai akuzon Erion Velin që thotë djali Ahmedinexhadit, e akuzon dhe thotë që djali i tij ja ka vënë emrin Kain, nuk e di si çfarë emri kishte vënë djali i tij, emër pseudonim që kishte Ahmedinexhadi gjatë vitit 77-78 që ka qenë në Shqipëri, në Tiranë. Ka thënë shumë gjëra, më qaftë ti, ai e mori të vërtetën me vete. Ka qenë edhe antifetar i madh, ç'u diun. Ishte antimusliman. Po. Ishte shumë antimusliman. Dhe shante Kuranin, tani kush merret që shan fen, cilën do fe që shan, e merr përgjigjen siç duhet. Faleminderit shumë që ishit, avokat. Nga nderuar shumë, faleminderit shumë. Respekte shumë. Edhe unë faleminderit për ftesën. Faleminderit për ti. Deshta më thonë mirë ajo grusit ka burr ty. Se mos u dëgjon. Natën e mirë, ka qenë për sonte. Shihim javë tjera. Faleminderit. 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 Faleminderit.